Filistin, Palestina, Lübnan, Libani, İsrail, Izraeli, Bosna Hersek, Bosnia dhe Hercegovina, Cezayir, Algjeria, Eritre, Eritrea, Kosova Kosova ya da Irak. ose Iraku. Bu ülkeler geçtiğimiz 20. Këto shtete në shekullin 20 që e kaluam ishin vendet më të përgjakshme, më të përzjera dhe më të shqetësuara në botë. Bu bölgelerde yaşayan Müslüman halklar Populli I cili jeton në këto vende ka parë luftra të brendshme, mundime, lëvizje guerile, pastrime etnike, deportime dhe refugjat. özellikle etnik ve dini Në veçanti përleshjet të cilat janë bazuar në dallimet etnike dhe fetare, këtë gjeografi të gjerë e kanë ujitur me gjak. 21. yüzyılın Ndërsa zhvillimet që janë përjetuar në fillim të shekullit 21, nëse nuk gjendet një zgjidhje përfundimtare, tregojnë se në këto vende jo stabiliteti do të vazhdojë të rritet. oysa bu coğrafya Por kjo gjeografi dikur nuk ishte e këtillë. aksine bu bölgelerde Përkundrazi, asırlar në süren këto vende ishte përjetuar një periudhë me huzur stabilitet, yaşanmıştır. paqe dhe qetësi që ka zgjatur me shekuj. Balkanlarda 19. Ndërsa zenafilla e këtij stabiliteti, I cili në Ballkan zgjati deri në shekullin 19, ndërsa në linjën e mesme deri në shekullin 20 ishte sundimi I perandorisë osmane në këto vende. Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları Brenda kufive dhe hapësirës ndikuese të perandorisë osmane, me shekuj të tërë kanë jetuar në paqë miliona njerëz, të cilët u kanë takuar tri feve dhe mezhebeve të panumërta, dhe me gjuhë, kulturë, racë të ndryshme. Peki Osmanlı bunu nasıl Mirë pra, başardı? si arriti këtë osmanizmi? Bu sorunun cevabı Përgjigja e kësaj pyetje ishte etika islame, të cilën osmanizmi e ka patur si udhërrëfyes. Osmanlı Devleti'nin en büyük hedefi Qëllimi më I madh I shtetit İslam'ın Osman bayraktarı ishte shpërndarja e islamit, ta përhapur në botë drejtësinë dhe etikën islame. Bu nedenle de Për këtë shkak, osmanët në tokat që kanë pushtuar, ashtu siç porosit Allahu në Kur'an, nuk ka përdorur asnjë presion dhe dhunë. farklı grupları büyük bir Grupet e ndryshme I ka drejtuar me një drejtësi dhe tolerancë të madhe. Osmanlı yönetimi için Për udhëheqësinë osmane ishte rëndësishme rehatia dhe lumturia jo vetëm e popullit musliman, por edhe I njerëzve të secilës fe që janë lojal ndaj tyre. Osmanlı padişahları kendilerinden Padishahët Osman u kanë ndihmuar edhe atyre që kanë kërkuar ndihmë, edhe pse nuk kanë qenë musliman, dhe këtë e kanë ditur si një përgjegjësi ndaj Allahut. iman edenlere Për ata që kanë besuar është edhe një porosi në Kur'an që u bën me dije. Në një ajet kështu thuhet: eğer müşriklerden biri senden E nëse ndokush prej udhëtarëve të kërkon strehim, ti strehoje në mënyrë që të dëgjoj fjalët e Allahut, Sonra onu güvenlik e için mandej olacağı yere përcjellë deri në vendin e tij të sigurt. Bu onların el Këtë bilmeyen nga se ata janë popull që nuk e din. Osmanlı padişahlarının Dashuria e padishahëve Osman ndaj Allahut dhe pejgamberit u mundësoi të formojnë një qeverisje të drejtë, të mëshirshme, e mbi të gjitha një qeverisje të suksesshme. Yavuz Sultan Me fjalët që I ka shpenzuar Piri Pasha për Yavuz Sultan Selimin, e paraqet etikën shembullore të padishahëve Osman. kendilerini padişah Nuk e ndjenin veten padishah, thonin: Jam një person pa vlerë që më ka dërguar Allahu për t'ua mundësuar sigurinë e njerëzve të mirë dhe të varfër dhe të gjithë njerëzve në sipërfaqen e tokës.
Osmanlı'nın yaşamaktan şeref Etika islame nga përjetimi i të cilës osmanizmi është ndjerë krenar, ja porosit drejtësinë njeriut, bile qoftë edhe kundër vetes. Kur'an'da Allah'ın bildirdiği Kjo o veçori që ahlak Allahu na e bën me dije në Kur'an është guri themelor i kuptimit të drejtësisë së lartë nga ana e tërë osmanëve dhe muslimanëve. Ey iman eden. O ju që besuat, Kendiniz, anne vazhdimisht të babanızı jeni gerek dëshmues të kırmızı drejtë për hir të Allahut, edhe nëse është kundër vetvetes tuaj, kundër prindërve ose kundër të afërmëve, le të jetë ai, pasanik ose varfanjak, pse Allahu di më mirë për ta. Allah onlara daha iyi. Mos ndiqni pra emocionin e të shmangni drejtësisë. Öyleyse Nëse adaletten shtrëmbëroni ose devam tërhiqeni, edin. Allahu hollësisht diçka punoni. din Liria dhe ndërgjegja fetare në perandurinë osmane u zbatua me përpikmëri. Në tokët osmane, kishat, sinagogat dhe xhamit kanë qenë njëra pranë tjetrës. Për këtë shkak, shumë popull në krye të këtyre populli ortodoks i Ballkanit, i cili është nënshtruar presioneve të ashpra të katolikëve të Evropës, shumë herë në vend që jetojnë në administrimin krishterë kanë preferuar të jetojnë në sovranitetin osman. Jo vetëm krishterët, por edhe hebrejt, të cilët në fund të shekullit 15 e deportuan nga Spanja në mënyrë masive, gjetën strehim në qeverisjen osmane, pasi që u bindën në drejtsinë dhe zemërgjerësinë e tyre. Bugün söz Sot të gjithë popujt që jetojnë në sipërfaqet gjeografike për të cilat bëm fjalë kanë qenë dëshmitar në drejtsinë, zemërgjerësinë dhe paqen që u ka sjellur osmanizmi. yıllardır Populli të brengosur musliman, i cili nga nostalgjia për një siguri dhe paqë për shkak të luftrave të zhvilluara në këtë toka, për shkak të ngatresave dhe çrregullimeve, i ka ramalli për një osmanizëm të ri. Eylül 2001 tarihinde Pas aktivitetit më të madh terrorist në historinë e njerëzimit, që u realizua në SBA më 11 shtator të vitit 2001, edhe njëherë erdhi në rend të ditës zbrastira autoritative në linjën e mesme, ku gjendet edhe Turqia, në Azinë e Mesme dhe në Ballkan. ve ülkemizi de yakından Dhe ilgilendiren filloi të kërkohet përgjigja e pyetjes rëndësishme, e cila nga së afërmi i intereson edhe Osmanlı Turqisë. yıkılışının ardından Si do të mbulohet zbrastira autoritative në botë, e cila është shfaqur pas shkatrimit të osmanizmit. dünyanın ünlü siyaset uzmanları ve devlet Ekspertët e njohur në botë për politikë dhe kryetarët e shtetit, në lidhje me këtë, filluan ta shqiptojnë emrin e një shteti të rëndësishëm. bu ülke Osmanlı'nın Ky tarihsel shtet mirası është olan Republika e Turqisë, e cila është trashëgimtari historik i osmanizmit. gerçekten de Türkiye Balkanlar Në të ve vërtet, Orta Doğu'ya Turqia nizam është etmiş trashëgimtari i olan fuqisë së rrallë, e cila u ka sjellur sistem Ballkanit dhe lindjes së mesme. Bu mirasın Türkiye'ye ne gibi bir Se çfarë horizonti strategjik i ka ofruar ky trashëgim Turqisë, mund ta shikojmë nga 3 kënde të veçanta. Birinci yön Balkanlar Këndi ya da i parë bizim është Ballkani apo Rumelia jon. Osmanlı İmparatorluğu Balkan Yarımadası Perandoria osmane u bë sovran i gardishullit ballkanik në gjysmën e dytë të shekullit të 15. bu dönemde bölge birbiriyle Në këtë daim periudhë, geçmiş rajoni ishte përplot me popull krishterë, të cilët gjithmonë kanë qenë në grindje në mes veti. Sırplar, Bulgarlar, Grindjet në mes të serbëve, bullgarëve, kroatëve dhe bosnjakëve shkaktuan një kaos të vërtetë. ancak Osmanlı yönetimi hem bu Mirë po, halkların qeverisja osmane edhe u dha fund grindjeve në mes këtyre popujve edhe u ofroi një mjedis të lirë, në të cilin do të jetojnë sipas besimeve të tyre. ancak Osmanlı'nın Balkanlara ve Orta Por Doğu'ya rregullimin që u asolli osmanizmi Ballkanit dhe linjës së mesme, pas shekullit 18, gradualisht u prish. 20. yüzyılın başlarında da Në fillim të shekullit 20, tërësisht u zhduk.
Balkan devletleri 19. yüzyılın Shtetet ballkanike në periudha të ndryshme të shekullit XIX u bën të pavarur nga osmanizmi. Ancak bağımsızlık onlara Mirë po, pavarësia atyre nuk u asolli paqen dhe stabilitetin që i kanë shpresuar. aksine birbirleriyle toprak Përkundrazi, filluan grindjet për tokë në mesveti. 1912 ve 1900 Luftrat ballkanike të viteve 1912 dhe 1913 ishin një mësim i përgjakshëm se si e ka zhdukur sistemin largimi i Osmanëve nga rajoni. Balkan devletleri birinci Shtetet ballkanike në luftën e parë ballkanike i morën të gjitha tokat e Rumelisë së Perandorisë Osmane dhe kështu i dhanë fund ekzistencës osmane në Ballkan. son verdiler. Ama aynı zamanda var olan Por në të njëjtën kohë, harmoninë që ka ekzistuar e kanë hequr dhe në vend të saj e kanë vendosur luftën dhe kaosin. Osmanlı'dan geriye kalan toprakların Nuk arritën të merren vesh në lidhje me ndarjen e tokave të mbetura nga osmanët dhe kështu shpërtheu lufta e dytë ballkanike. Balkan Yarımadası ikinci Gadishulli ballkanik, një kohë të shkurtër pas ndërprerjes së luftës së dytë ballkanike, këtë herë përsëri u kaplua me gjak nga lufta e parë botërore. İki Dünya Savaşı arasındaki Në periudhën mes dy luftrave botërore, në Ballkan u paraqitën organizatat e komidëve, çetnikëve dhe guerilëve. İkinci Dünya Savaşı'nda ise Ndërsa në luftën e dytë botërore, Gadishulli ballkanik edhe një herë edhe atë në përmasa më të mëdha u kaplua me gjak. Balkanlardaki bu karmaşanın Këto ngatresa në Ballkan u ndërpren me mbarimin e luftës së dytë botërore dhe mendohej se me mbarimin e luftës së ftohtë në rajon është arritur një stabilitet i qëndrueshëm. oysa gerçeklerin hiç de böyle Se të vërtetat nuk janë kështu, shumë qartu pa pas mbarimit të luftës së ftohtë të Këndej. Balkan halkları 1990 Popujt e Ballkanit, duke filluar nga viti 1990, sërish i filluan grindjet në mesveti. Hırvatlar ve Sırplar arasında Gjendja e acaruar në mes të serbëve dhe kroatëve më vitin 91 u shndrua në Sırp luftë. saldırganlığı daha Më vonë agresori serb i mori përcak muslimanët e Bosnjës dhe Hercegovinës. 1992'de başlayan Në luftën e cila filloi më vitin 92 dhe vazhdoi deri në pranverën e vitit 1995, u përjetua një mizori që rrallë është takuar në historinë botërore. İnsan Hakları Kuruluşlarının raporlarına Sipas raportit të institucioneve për të drejtat e njerëzit, bilanci i mizorisë serbe në Bosnjë ishte në përmasa të pabesueshme. 3 yıl süren savaşta Në luftën që zgjati 3 vjet, ranë dëshmor 250.000 musliman të Bosnjës. 2 milyon kişi evini terk 2 milion njerëz u detyruan të braktisin shtëpitë e tyre. 50.000 Müslüman kadına 50.000 gra muslimane u përdhunuan. Bosna Hersek'te yaşanan katliamların Akoma pa masufshirë gjurmët e masakrave që u përjetuan në Bosnjë dhe Hercegovinë, këtë herë në Kosovë u përjetua një mizori tjetër serbe. Serbët, të cilët më 27 shkurt të vitit 98 hyrën në Kosovë, filluan në këtë vend të zbatojnë një shkelje sistematike të drejtave të njerëzit. 960.000 Müslüman 960.000 musliman shqiptar u detyruan të lëshojnë vatrat e tyre shekullore për një natë. topraklarını terk etmeyenlerse Ato të cilët nuk i lëshuan tokat e tyre, i vranë dhe i përdhunuan. binlerce Kosovalı Müslüman çocuk Me mira fëmijë musliman nga Kosova mbetën jetima. bu vahşetin ardındaysa Pas kësaj mizorie të serbëve, qëndron ndjenja e hakmarrjes 600 vjeçare. radikal Sırplar Balkan Müslümanları Radikalet serb, muslimanët e Ballkanit, i shohin si vazhdimsi osmane. Për këtë shkak dëshirojnë t'i zhdukin ato. amaçları Osmanlı'nın ardında Qëllimi i kalan tyre është që t'i zhdukin të gjitha gjurmët që kanë ngelur pas osmanëve. sadece Sırbistan'da değil Jo vetëm në Serbi, por ka prej atyre që dëshirojnë t'i zhdukin edhe muslimanët në Maqedoni. bunun bir örneği
Një shembull i kësaj ishte lufta në Maqedoni, që ndodhi në muajin mars të vitit 2001. Kosova sınırında öldürülen Qeveria maqedonase, e cila si arsye e mori vrasjen e 3 ushtarëve maqedonas në kufirin me Kosovën, filloi luftën kundër muslimanëve të këtij vendi. çatışmalarda yüzlerce Në përleshjet e humbën jetën shumë musliman. ancak komünizmin yıkılmasının hemen Mirë po, muslimanët e Ballkanit, të cilët u ballafaquan me këtë mizori, më njëherë pas rënies së komunizmit, përkundër propagandës antifetare dhe asimilimit sistematik që ju nështruan 50 vite, e mbrojtën fenë e tyre. Bugün Balkanlarda Osmanlı'nın Sot në Ballkan, në tokat e trashëguara nga Osmanët janë formuar 7 shtete. Bu devletlerin hiçbiri Asnjëri nga këto shtete në aspektin etnik nuk janë homogjene. hepsinde etnik ya da dini Në të gjitha këto shtete ka pakica etnike dhe fetare, dhe këto pakica janë shkaktar të acarimit të gjendjes. ayrıca bu devletlerin aralarında E veçmas, në mes të këtyre shteteve ekzistojnë përleshje nga mospajtimi në lidhje me përfitimet. oysa bu devletleri oluşturan Ndërsa popujt që i përbëjnë këto shtete ekzistonin edhe në kohën osmane. ama Osmanlı üst Por osmanizmi, si një autoritet i lartë, ka mundësuar që këto popuj të jetojnë bashkë. bir asırdır süren söz konusu Ndërsa otoritenin zbrastira autoritative, e cila zgjati një shekull, përfundoi me mbetjen e rajonit pa të zot. bu otorite boşluğundan en çok Ndërsa popujt e Ballkanit, të cilët pësuan më shumë dëme nga kjo zbrastir autoritative, janë muslimanët që ishin trashëgimtar të rëndësishëm të osmanëve në këtë rajon. günümüzde devleti âli Sot nuk ekziston më shteti Ali Osmanie, por kultura dhe civilizimi osman, i cili përshkon Ballkanin nga njëri skaj në tjetrin, akoma është në këmbë. Balkanlara yüzyıllar boyu İslam Turqia si trashëgimtar historik i perandorisë osmane, i cili me shekuj të tërë e ka zhvilluar islamin, paqen dhe harmoninë, është e vetmja fuqi e cila muslimanëve të Ballkanit do sjell qetësi dhe siguri. Yunanlı tarihçi Thanos Historiani grek Thanos Veremis këtë të vërtet në këtë mënyrë e shpjegon. Doğu Avrupa'da komünizmin çöküşüyle Me rënien e komunizmit në Evropën lindore, fitoi rëndësi marrëdhënia që ka Turqia me muslimanët e Ballkanit. Türk, Sırp, 5.5 milion musliman të Ballkanit me origjinë të ndryshme etnike, si bulgar, turk, serb, kroat dhe shqiptar, e përbëjnë një brez gjeografik që shtrihet prej ditit të zi deri në detin Adriatik. Türkiye'nin bu Balkan Ka gjasa Müslümanlarının që të arrisë ndikimin e saj Turqia duke i mbrojtur muslimanët e muzaffer bir Ballkanit. gelişmedir. sayıları 10 milyonu aşan Balkan Muslimanët e Ballkanit, numri të cilëve e kalon 10 milionin, jetojnë në një vi që shtrihet prej Edrenes e deri në Bihaq. Madje në këtë vi rezistojnë prej vitit 1912. tek umutlarıysa Ndërsa shpresën e vetme e kanë që një ditë të ketë qetësi, paqë, rregull dhe formimi i sërishëm i një bashkimi të fortë.
Orta Doğu belki de dünya Lindja e coğrafyasının mesme. en Ndoshta në gjeografinë e botës është rajoni më i ndërlikuar, më problematik dhe më i rëndësishëm. tarih boyunca çok sayıda savaş, Lindja e mesme, e cila gjatë historisë i është nënshtruar shumë luftrave, pushtimeve dhe gjakderdhjeve, sot u bë pothuaj plaga që pikon gjak e botës 20. islame. yüzyılın en büyük değeri Lindja e haline mesme, gelmiş e cila në saj e të naftës, që është shndruar në vlerë më të madhe të shekullit 20, ka fituar rëndësi të madhe. Për shekullit 19 e këndej, u shndrua në rajon jo stabil dhe më i përgjakshëm në botë. savaş, terör, Fjalët si luft, terror, pushtim, gjakderdhje, grindje u bën pjesë e përditshmërisë në jetën e popullit të lindjes së mesme. ama Orta Doğu Por lindja e mesme nuk ishte gjithmonë kështu. Müslümanların Rajoni që i përfshin hapësirat e shenjta të muslimanëve, krishterëve dhe hebrejve, stabilitetin më të gjatë gjatë tërë historisë e përjetoi në kohën e Osmanëve. yaşadı. Orta Doğu halkları Popujt e lindjes së mesme gjatë 400 viteve jetuan në drejtësi, paqe dhe siguri. bölgenin büyük bir bölümü Një pjesë e madhe e rajonit në vitin 1517 me pushtimin e Yavuz Sultan Selimit i është bashkuar tokave osmane. ardından Hicaz topraklarının Pas kësaj me përfshirjen e tokave të Hijazit brenda kufive të Osmanëve, në rajon në kuptim të ngushtë të fjalës u arrit një suverenitet osman. Osmanlı hakimiyetiyle Bashkë me suverenitetin osman në rajon u arrit edhe qetësia, begatia dhe mirëqenia. Kanuni Sultan Süleyman Në krye me Sultan Sulejmanin dhe të gjithë sundimtarët turk kanë treguar një interesim të veçantë për tokat e Jerusalemit. en zor ve sıkıntılı günlerinde dahi Edhe në ditët më të vështira të perandorisë nuk e lanë anësh këtë rajon. kurulan vakıflar ve eğitim kurumları Me ndihmën e vakëfëve të formuara dhe institucioneve edukative arsimore, janë urvatur që ta ngrisin nivelin e kulturës së popullit, aqsa edhe gjendjen materiale. Në rajon kanë formuar një civilizim të fortë. ancak bu toprakların Osmanlı'nın elinden çıkmasıyla birlikte Por me daljen e këtyre tokave nga kontrolli osman, politika e cila përfshin dhun të tepruar dhe e cila e ka marrë linjën e mesme në ndikimin e saj, e ka prishur harmoninë dhe rregullimin e pranishëm në këtë rajon. Balkanlardakine benzer bir Një proces i ngjajshëm me atë në Ballkan u zhvillua edhe në linjën e mesme, në gjysmën e dytë të shekullit 19 dhe në fillim të shekullit 20. Osmanlı'yı bu bölgede Këtë herë fuqitë të cilat dëshironin ta largojnë osmanizmin nga ky rajon dhe ta përhapin suvranitetin e tyre në këtë rajon ishin Anglia dhe Franca. özellikle de Orta Në veçanti, kur e kuptuan se lindja e mesme i përmban burimet më të pasura të naftës në botë, këto dy fuqi filluan garat për ndarjen e lindjes së mesme. bölge üzerinde benzer Duke i değerleri diskualifikuar në luftën e parë botërore Gjermaninë dhe Rusinë, të cilat kishin pretendime të ngjashme, e ndan rajonin. İngiltere ve Fransa Anglia dhe Franca, nga vilajetet e vjetra të Osmanëve, formuan shtete artificiale. Bağdat vilayeti Vilajeti i Bagdatit u shndrua në një shtet me emrin Irak dhe i takoi suvranitetit angles. Halep ve Şam vilayetleri Nga vilajetet Halep dhe Sham u formua një shtet me emrin Siri. öte yandan Në anën tjetër, Beiruti dhe rrethina, i cili në aspektin historik ishte një pjesë e historisë së Sirisë, u shndrua në një shtet të veçantë me emrin Liban. daha güneyde Ndërsa më në jug, në anën perëndimore të lumit Jordan, Palestina, e cili deri në atë kohë ishte vetëm si një zonë gjeografike, u shndrua në një shtet. nehrin doğu yakasında Ndërsa në anën lindore të lumit u formua një shtet i quajtur Jordan. ne var ki Fatkeqësisht, asnjëri nga këto shtete nuk mbështetej në një bashkësi etnike apo fetare. bu dönemde bölgeye Në këtë periudhë, në rajon hyri edhe një fuqi e tretë, cionizmi, pra nacionalizmi hebrejn, i cili kishte për qëllim të formojë një shtet hebrej në Palestinë.
Sionistët në linjën e mesme kanë dashur të hynë që në kohën e Sultan Abdulhamidit, por për shkak të reaksionit të ashpër të sultanit ishin detyruar të presin. Lërimi i rajonit nga sovraniteti i Osmanëve për ta ishte një rast shumë i madh. Shkaku i ngatresave të cilat në linjën e mesme vazhdojnë që 100 vjet, e sidomos janë ashpërsuar pas formimit të Izraelit, ishte ky organizimi që u bë pas osmanizmit. Zbrastira autoritative që u krijua pas osmanizmit asnjëherë nuk mundi të plotësohet nga ana e fuqive perëndimore. Franca dhe Anglia nuk mundi të sjellë stabilitet dhe paqë lindjes së mesme. Ndërsa sionizmi, i cili u zhvillua nën krahët mbrojtje të Anglisë, për një kohë të shkurtër u bë një kërcënim ndaj rajonit. Sot lindja e mesme akoma e kërkon qetësim dhe paqen e kohës osmane. Kanë nostalgji për ditët kur muslimanët, krishterët dhe hebrejt kanë jetuar së bashku si vëllezër dhe i kanë realizuar lutjet e tyre. Zgjidhja përfundimtare e problemit të linjës së mesme mund të arrihet vetëm me mençurinë që kanë patur osmanët. Lindja e mesme e kërkon osmanizmin. Kaukazët paraqesin vendin e një populli musliman, i cili duke ikur nga misoria ruse ka gjetur strehim te osmanët. Ndërsa Azia e Mesme, edhe pse nuk është tokë osmane, është e lidhur për Turqinë me lidhje kombëtare dhe fetare. Për këtë shkak, duke përpiluar një strategji për ardhmërinë e ndritshme të botës islame, në fillim duke i marrë parasysh marrëdhëniet ruse-turke, do të jetë jashtëzakonisht e dobishme të hulumtojmë planin historik të kësaj gjeografie. Harta e re e Azisë së Mesme dhe Kaukazit, e cila u formua pas shkatrimit të Ishë Rusisë, kishte ndjerur një rajon që ka lidhje shumë të afërta me Turqinë. Sepse në mes të republikave muslimane, të cilat para 10 vitesh, një nga një e shpallën pavarësinë e tyre dhe Turqisë, gjenden lidhje shumë të fuqishme në aspektin fetar, gjuhësor, kulturor dhe historik. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Vlerët fetare dhe kombëtare të cilat e përbëjnë themelin e këtyre lidhjeve në kohën e Bashkimit Sovjetik nga ana e Partisë Komuniste kanë dashur t'i zhdukin. Moska, e cila tërë Kaukazin dhe Azinë e Mesme e ka patur nën sovranitetin e saj, dëshironte që popujve musliman të këtij rajoni me anë të dhunës t'ua imponoj ideologjinë komuniste. Mirëpo, kjo politik nuk ishte suksesshme dhe muslimanët e Azisë së Mesme e ruajtën identitetin e tyre. Populli musliman nga Azia e Mesme dhe Kaukazi, i cili ka jetuar në regjimin carist, gjithmonë veten e ka ndjerë më afër muslimanëve të Anadolisë, e sidomos më afër osmanëve.
Nitekim Osmanlılar Po ashtu edhe Osmanët, gjatë tërë historisë, gjithmonë e kanë patur për detyrë mbrojtjen e muslimanëve të Kaukazit dhe asnjëherë nuk e ka shkëputur lidhjen historike dhe kulturore që e ka patur me popujt e Kaukazit. Orta Asya ve Popujt e Azisë së Mesme dhe Kaukazit kanë çuar një jetë me fytyrë të kthyer gjithmonë nga Osmanët. her zaman için Gjithmonë tokat e tyre i kanë konsideruar si një pjesë e shtetit Ali Osmanie. Në çdo rast e kanë shprehur dashurinë e tyre ndaj sultanëve Osman. Osmanlı sultanları Me letrat që u kanë dërguar sultanëve Osman, ato i kanë thirrur në tokat e tyre, edhe zyrtarisht kanë dashur të bëhen pjesë e tokave osmane. kendileri istemişlerdir. O gün olduğu gibi Ashtu siç ka ndodhur dikur, edhe sot populli musliman që jeton në Kaukaz në mënyrë direkte apo indirekte i nënshtrohet mizorisë. Madje shumica e tyre e kanë dhënë jetën e tyre në luftrat për ta fituar pavarësinë, për të mbrojtur traditat dhe zakonet dhe për ta zhvilluar në mënyrë të lirë fen. canlarını vermektedir. Bunun en Ndërsa shembulli më i freskët është mizoria ruse në Çeçeni, që zbatohet para syve të gjithë botës. hala Kızıl Ordu Ushtria ruse e cila akoma funksionon me ideologjinë e armatës së kuqe, prekur ka hyrë në tokat çeçene më 2 tetor të vitit 99, secilin që u ka dalur para i ka vrarë në mënyrë të pamëshirshme, pamosdalluar, gra, fëmijë të moshuar. Në Çeçeni, pa ndërprerje u granatuan caqet civile. hedefler aylarca kesintisiz bombardımana tutuldu. Halkın direnişini Për ta thyer rezistencën e popullit, si ca që i zgjodhen sidomos spitalet, shtëpitë e lindjes, çarshit, konvojet e refugjantëve. binlerce Me mira çeçen musliman të pafajshëm u mbajtën si robër në përburgje, nga shumë robër akoma nuk është marrur asnjë lajm. İşte bu zulüm Ja, karşısında për këtë mizori, Turqisë i takon një përgjegjësi shumë e madhe. Çeçen Muslimanët çeçen gjatë tërë historisë së tyre si adet të dy të tyre e kanë konsideruar perandorinë osmane. Onlar Ato janë një pjesë e trashëgimisë historike të Turqisë. dolayısıyla Turqia duhet të jetë nismëtare një plani të paqes dhe pajtimit, që do t'i përfshi Çeçeninë dhe shtetet e tjera të Kaukazit. bu Türkiye için Kjo për Turqinë është edhe një detyrim moral, edhe një rol strategjik. nüfusu 200 Kjo botë muslimane që përfshin 250 milion banor e pret një Turqi të fuqishme. Türkiye ve Türkiye Pika themelore mbështetëse e një bashkëpunimi që do të krijohet në mes shteteve muslimane dhe Turqisë, padyshim është zhvillimi i një vetdije kombëtare dhe shpirtërore, e cila 70 vjet nga ana e rusëve tentohet të harrohet. İslam ahlakı Duke i përforcuar cilësitë si drejtësia, toleranca dhe mëshira, të cilat e paraqesin elementin themelor të etikës islame, mjedisi paqësor dhe i qetë, mungesë të cilit vërehet në sipërfaqen toksore, do të krijohet me Turqinë si prijes e cila është trashëgimtari historik i osmanizmit.
Osmanlı İmparatorluğu Rajonet të cilat me madh presin të formohen sërish mjediset pajtësore dhe të qeta që ka formuar perandoria osmane nuk janë të kufizuara me linjën e mesme, Ballkanin dhe Azinë e Mesme. bugün İslam Sot, duke vazhduar sovraniteti i ngatruar dhe mizuria në pjesën më të madhe të gjeografisë islame, muslimanët bashkohen vetëm në një mendim: kërkojmë osmanizmin. Doğu Türkistan'da yaşayan Muslimanët e brengosur ujgur, një kohë afër 50 vitesh janë detyruar të jetojnë nën mizorinë kineze, toplu idamlar, me anë të vrasjeve masive, me kontrollet e detyruara të lindjes, me politikë të sistemuar deportuese, insan sağlığını me prova nukleare që e rrezikojnë shëndetin e njerëzit, tentojnë që t'i zhdukin muslimanët e Turkistanit lindor. bölgede yaşayan Muslimanët të cilët me shekuj jetojnë në këtë rajon, si atë dhe të dytë e kanë konsideruar perandorinë osmane. Günümüzde de Edhe sot, si fuqi e vetme e cila do t'i bartë në platformën ndërkombëtare dhe do t'i mbrojë nga mizuria kineze, nga padrejtësitë dhe mizuritë që kanë përjetuar, e konsiderojnë Turqinë. Asya kıtasındaki pek çok Müslüman Ashtu si shumë popull në kontinentin e Azisë, edhe populli i Kashmirit në gjysmën e dytë të shekullit 20 i filloi grinjjet dhe luftërat. Keşmir'in barış, Ndërsa shkaku pse Kashmiri nuk fiton paqe dhe stabilitet, ishte shtypja e udhëheqësisë pushtuese të Indisë. günümüzde Hindistan Sot, yönetiminin sulmet e saldırıları, udhëheqësisë indiane janë drejtuar në xhamitë dhe institucionet edukative islame. Keşmirli Müslümanlar Muslimanët e Kashmirit, si rezultat të vendimeve të Kombeve të Bashkuara, që nuk garantojnë asnjë siguri, i është lënë udhëheqësisë torturuese të hinduzëve. Osmanlı İmparatorluğu'nun Algjeria, e cila pas shpërbërjes së perandorisë osmane, ka bërë një luftë si nëpër sagan dhe pushtimit francez, në vitin 1962 e fitoi pavarësinë. ancak Müslümanlar için Por değişen për hiçbir muslimanët şey olmadı. asgjë nuk ndryshoi. Fransa yanlısı Udhëheqësit lojal ndaj Francës nuk mbetën vetëm me marrjen e të drejtave themelore dhe lirisë së muslimanëve, por me skenarët e luftrave të brendshme të sunive realizojnë vrasje para syve të botës. İtalyan sömürgeciler Muslimanët e tarafından Tunisit, të Osmanlı cilët janë ndarë nga İmparatorluğu'na perandoria osmane nga ana e kolonialistëve italian, njësoj si muslimanët e Algjerisë, pas pavarësisë nuk e fituan mjedisin e qetë dhe të sigurt. Zeynel Abidin Tunisi, i cili është në udhëheqjen e Zenel Abedin Bin Aliut, është në gjendje të një shteti më të ashpër dhe antidemokratik i Afrikës Veriore. Osmanlı İmparatorluğu'ndan Muslimanët e koparıldıktan Etiopisë sonra e fituan İtalyanlar pavarësinë tarafından pas işgal pushtimit nga edilen, ana e bağımsızlığını italianëve, kazandıktan të cilët e sonra shkëputën nga perandoria osmane. Muslimanët e Etiopis, që ju nënshtruan vrasjeve nga udhëheqësia marksiste të përkrahur nga Izraeli, janë duke u orvatur për të mbijetuar nga luftrat e brendshme, gjakderdhjet, uria dhe sëmundjet ngjitse. bir uzak doğu ülkesi 8 milion olan musliman që jetojnë në rajonin Arakan të këtij shteti të lindjes së largët Birmani gjenden përballë politikës së sistemuar raciste të udhëheqësisë budiste. 1900 Prej vitit 1942 e këndej, në këtë rajon e kanë humbur jetën 150.000 musliman. günümüzde Sot, rastet e përdunimeve dhe torturave në Birmani janë pjesë e përditshmërisë jetësore. halkın Në %30'ünün Filipinë, ku Müslüman 30% të popullatës e kanë përbërë muslimanët, në gjysmën e dytë të shekullit 20 u vran 70.000 musliman, 4 milyon ndërsa Müslüman 4 milion musliman u detyruan të braktisin shtetin e tyre.
Këto janë vetëm disa nga popull musliman, të cilët në gjeografinë islame ju nënshtruan mizorive dhe padrejtësive. Sot me miliona musliman që jetojnë në Kamboçë, Indonezi, Tanzani, Sri Lanka, Patani, Sudan, Çad, ashtu siç përmendet në Kur'an, vetëm pse kanë thënë Allahu është Zoti ynë, i janë nënshtruar mizorisë. Ata, të cilët vetëm pse thënë Allahu është Zoti ynë, u dëbuan prej shtëpive të tyre pa kurfar të drejtë. Padyshim se ndaj këtyre padrejtësive nuk është e mundur që njerëzit me ndërgjegje të jenë të pandjeshëm dhe të sillen sikur nuk shohin. Heqja e padrejtësive që janë përjetuar, sjellja e paqes, qetësisë dhe drejtësisë në sipërfaqen e tokës, do të jetë e mundur vetëm me zhvillimin e etikës së Kuranit, ashtu siç ka ndodhur gjatë periudhës së sundimit 600 vjeçar të perandorisë osmane në botë. Një pjesë e madhe e këtyre shteteve që i numëruam, dikur e kanë gjetur paqen dhe qetësinë në hapësirën sunduese të perandorisë osmane. Populli musliman, i cili i ka dhënë një rregull e rashkës më të gjerë në botë në aspektin e shumëllojshmërisë etnike dhe fetare, për tërë muslimanët e botës ka një rëndësi të madhe. Ky popull, ashtu si në të kaluarën edhe sot, do të luajë rolin parësor në formimin e mjedisit paqësor dhe të sigurt, për të cilin janë mallëngjyer tërë muslimanët e botës. Gjatë këtij filmi, munduam ta përmbledhim gjendjen që gjendet brenda botës islame dhe trashëgimin strategjike që e ka Turqia. Ky trashëgim në shekullin 21, që sapo kemi hyrë, është një trashëgim jashtëzakonisht me themel dhe famëmadh, i cili Turqinë do ta radhisë më në krye në radhitjen e shteteve lidere. Të vërtetët historike dhe të tanishme tregojnë se paraqitja një osmanizmi të ri që do të vendos rregullimin në botë nuk është një utopi, por nëse dëshirohet dhe vendoset është një ideal që mund të arrihet. Në kohën e sotme, ku gjenden njerëz të cilët në emër të islamit zbatojnë barbarizma të ndryshme, edhe mirëkuptimi i matur dhe tolerues islam që është prezente në traditën osmane, për botën është shndruar në formë të një drite shprese që kërkohet me forcë. Nëse Turqia e vlerëson mirë këtë civilizim që e posedon, nëse e mban fytyrën gjithmonë përpara, nëse në të gjitha aspektet i del Zot të kaluarës, përpara saj do të gjejë një ardhmëri shumë të ndritshme. Turqia, me këtë strategji që ta zhvilloi, do t'u garantoj paqë lindjes së mesme, Ballkanit, Kaukazit dhe Azisë së mesme, dhe posedon një akumulim historik, i cili do të udhëheqë fuqinë që do të formohet nga një unitet i këtill, ku do të ketë drejtësi dhe komoditet. Ndjeshmërinë që e posedon një popull i cili i ka dhënë kahje historisë, u ka dhuruar njerëzve paqen, drejtësinë dhe qetësinë, i cili posedon një kulturë dhe përvojë të madhe dhe i cili është themelues i një civilizimi të pasur dhe të fortë, nuk mund ta zhduk asnjë fuqi. Ky popull, ashtu si në të kaluarën edhe sot, do ta përbëj mjedisin paqësor dhe të sigurt, për të cilin është mallëngjyer e tërë bota, dhe me durimin, imanin dhe etikën e bukur, do të jetë pranë të brengosurve, përballë tiranëve. Me lejen e Allahut, shekulli 21 do të jetë një shekull i ndritshëm për tërë muslimanët dhe popujt turk.
Edhe si vjet me ju. Shtëpia votuese Logosa si vjet nga shtypi i nxori edhe këta tituj. Votimet ende të papara në gjuhën shqipe, atlasin historik, atlasin e shekullit 20, enciklopedinë e gjitarëve, abetaren dhe librin e leximit për klasën e parë, librin e leximit për klasën e 5, 6, 7 dhe të 8. Për klasën e 7, gjeografin, matematikën, biologjin, kimin, informatikën. Për klasën e 8, biologjin, kimin, gjeografin. Për vitin e parë, fizikën, kimin, historin, gjeografin. Lektyrë shkollore për klasën e parë, 2, 3 dhe të 4 të shkollës fillore. Pllakate dhe mjete të tjera mësimore. Logosi frymon Shqip.